Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplot. Falënderimet i takojnë Allahut të madhëruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhëruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në vazhdim të rubrikës Ti pyet, Kurani përgjigjet, për sot do t'i përgjigjemi pyetjes çfarë thot Kurani për kohën. Sigurisht, një nga pasuritë më të mëdha që Allahu fuqiplot i ka dhënë njeriut është koha. Koha është diçka që të gjithë e kemi njësoj. Qoftë i pasuri, i varfëri, djetari, i padituri, i riu, i moshuari. Por, dallimi qëndron se si e shfrytëzojmë atë kohë. Kurani i Shenjtë e përmend kohën qindra herë në forma të ndryshme dhe me terma të ndryshëm. Si jomun, që do të thotë ditë, lejlun, që do të thotë natë, naharun, përsëri do të thotë ditë, sa'a, që është orë apo çasti i kiametit, dehrun, që është epoka, koha e gjatë. Kjo tregon se koha është një nga temat themelore të Kuranit, e lidhur ngushtë me jetën, besimin dhe veprën. Në Kuranin e Shenjtë ka sure të emërtuara me kohën, si sura Al-Asr, sura Al-Lejl, sura Ad-Duha. Në Kuran, koha nuk është e pavarur, por është krijesa e Allahut dhe pjesë e rendit hyjnor në gjithësi. Ajo ecën sipas ligjit të Allahut dhe është mjet për sprovë, adhurim, përgjegjësi, vepër, llogari në botën tjetër. Kurani i jep kohës një rëndësi të jashtëzakonshme. Aq sa Allahu betohet në kohën, siç thot në ajetin e parë të surës Asr, wal asr, pasha kohën. Kur Allahu betohet në diçka, kjo do të thotë se ajo në të cilën betohet Allahu nuk është e zakonshme, por është diçka me vlerë mjaft të madhe. Koha është dëshmitare e jetës tonë, e veprave tona, e besimit dhe e neglizhencës tonë. Menjëherë, pas vetimit në jetën e parë të surës Asr, Allahu shpall një realitet tronditës, ku thot innal insana lafi khusr. Me të vërtet, njeriu është në humbje. Pra, humbja më e madhe e njeriut nuk është pasuria, shëndeti apo fama, por është humbja e kohës, pa kuptim dhe pa qëllim. Kurani na mëson se koha është kapitali i jetës dhe se jeta është një afat i caktuar. Në ajetin
2 të surës An'am, Allahu i madhuar thot: "Huwa alladhi khalaqakum min tinin thumma qada ajala." Ai për Allahu është që ju krijoi prej dheu, prej balteve, pastaj caktoi një afat kohor për që ju të jetoni pranë këtë jetë. Çdo frymëmarrje është një pjesë e këtij afati kohor të caktuar nga Allahu. Asnjë çast nuk kthehet më. Imam Aliu alayhis salam ka thënë: çdo frymë që del nga njeriu është një hap drejt vdekjes. Kjo thënie e Imam Aliut nuk është për të na friksuar, por për të na zgjuar nga neglizhenca, pakujdesia. Kurani e lidh kohën drejt për së drejti me llogaritënien. Në ajetin 13 të surës El-Qiyamah, Allahu i madhuar thot: "Yunabba'u al-insanu yawma'idhin bima qaddama wa akhar." Atë ditën e llogaritënies, njeriu do të njoftohet për atë që ka bërë më parë dhe për atë që ka lënë pas. Pra në kohën që do t'japim pa llogari, njeriu pra do të pyetet, do të njoftohet për gjithçka që ka bërë. Çdo ditë, çdo natë, çdo moment, ose ndërtojmë ahiretin tonë, ose koha dëshmon kundër nesh. Profeti Muhammed, paqja e bekimit Allah qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: 2 mirësi shumica e njerëzve i humbasin, shëndetin dhe kohën e lirë. Çdo moment regjistrohet dhe do t'jepet llogari për të në ditën e llogaritënies. Prandaj, le të jemi të kujdesshëm dhe ta shfrytëzojmë kohën sa më mirë dhe për vepra dhe gjëra të mira. Kurani na paralajmëron që të mos mashtrohemi nga kjo botë. Në ajetin 20 të surës Hadid, Allahu i madhuar thot: "Wa ma al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur." Jeta e kësaj bote nuk është gjë tjetër veçse lojë dhe dëfrim. Në botën tjetër, njeriu pra do të kuptojë se sa e shkurtër ishte koha në këtë jetë. Në ajetin 46 të surës Nazi'at, Allahu i madhuar thot: "Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha." Ditën kur do ta shohin atë, do të duket sikur kanë qëndruar vetëm një mbrëmje ose një mëngjes. Sa shumë ka njerëz sot që thonë sikur të kisha edhe pak kohë, por atëherë koha nuk kthehet më. Kurani na mëson se ndërrimi i natës dhe i ditës është argumenti i Allahut dhe konstatojnë, vërtetojnë ekzistencën e Allahut dhe fuqinë e tij. Në ajetin 190 të surës Ali Imran, Allahu i madhuar thot: "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab." Me të vërtetë, në krijimin e qiellit dhe të tokës dhe në ndrimin e natës dhe ditës ka shenja për poseduesit e arsyes. Nata është për pushim, dita për punë, adhurim dhe përpjekje. Besimtari i vërtet nuk jeton rastësisht, por e organizon kohën sipas kënaqësisë së Allahut fuqiplot. Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, ka thënë: besimtari e ndan kohën e tij në 3 pjesë: një për adhurim, një për punë dhe jetesë dhe një për ushqim të lejuar. Kjo tregon pra se koha është boshti i jetës njerëzore dhe i besimit. Të dashur vëllezër dhe motra, Allahu nuk do të na pyes se sa vite kemi jetuar, por do të na pyes se si kemi jetuar vitet e jetës dhe me çfarë kemi mbushur ditët tona. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: koha është si shpatë. Nëse nuk e përdor kundër saj, ajo do të përdoret kundër teje.
Prandaj, le të pyesim veten, apo na afrojnë ditët tona te Allahu, apo e përdorim kohën për dije, adhurim dhe shërbim ndaj njerëzve, apo na ikën jeta pas pakujdesisë. Koha është amanet nga Allahu. Koha është dëshmi në ditën e gjykimit. Koha e kësaj bote është e shkurtër, por pasojat janë të përjetshme. Shpëtimi varet se si e mbushim kohën në këtë jetë dhe se çfarë vepra bëjmë gjatë kohës. Prandaj e lut Allahun që të na jap bereqet në kohën tonë, të na bëj për atyre që e shfryzojnë kohën dhe jetën për kënaqësinë e Allahut të madhruar, dhe të mos jemi prej të humburve të përmendur në surën Asr. Qofshim prej atyre që e mbushin kohën me besim, me përmendjen e Allahut, me zbatimin e urdhërave të Allahut, me dërgimin e salavateve për profetin Muhammed dhe familjen e tij të pastër. Qofshim prej atyre që e mbushin kohën e tyre vetëm me vepra të mira, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahu qofshin mbi ju.